Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzdini mjalt me banane dhe do I thoni lam të mirë rrudhave për një ditë. Era e ftohtë, pluhurat, lagështia e tepërt, ajri I thatë, të gjitha këto sjellin ndryshime në lëkurën tuaj. Këtu ju do të gjeni një maskë e cila do të largojë të gjitha papastërtitë e pasuron lëkurën me vitamina dhe mineralet e nevojshme. Në tulin e bananes gjenden substanca të cilat ndihmojnë me zbutjen e lëkurës dhe ndërsa nga ana tjetër mjalti është përplot me veti antibakteriale që luftojnë të gjitha papastërtitë. Mjalti gjithashtu parandalon edhe formimin e akneve pasi largon bakteret e këqija të cilat shkaktojnë inflamacionin e lëkurës. Dhe nga ana tjetër ju duhet të keni parasysh se banania gjithashtu e hidraton lëkurën tuaj duke mbajtur atë sa më të re dhe njëkohësisht pa rrudha. Banania mundet që të jetë një nga përbërësit më efikas për sa I përket efekteve fantastike në shëndetin tuaj. Banania gjithashtu e hidraton lëkurën tuaj dhe e bën atë të duket 10 vjet më e re. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një banane, një lugë gjelle me mjalt dhe gjithashtu përgatitja. Si fillim këshillohet që ju ta qëroni bananen dhe të përdorni lëkurat e saj. Pra me një lugë nxirreni tulin që gjendet tek lëkura e frutit dhe më pas e kaloni në një tas të vogël së bashku me mjaltin. Gjithashtu përzdini mirë masën dhe përdoreni për të lyer lëkurën e fytyrës dhe mbajini për 15 deri në 20 minuta. Kur të ketë kaluar koha e nevojitur, shpëlajini maskën me ujë të vakët dhe më pas me ujë të ftohtë. Kështu I bëni edhe ushtrime poreve dhe muskujve të lëkurës, duke ruajtur elasticitetin e saj. Përdoreni këtë maskë 2 apo 3 herë në javë për të patur një rezultat sa më të mirë. Gjithashtu, rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohë kryesisht tek zona e syve, e gojës dhe e qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por njëkohësisht edhe nga ndotja, si edhe mungesa e vitaminës D3, përdorimi I tepërt I produkteve kozmetike dhe gjithashtu ndryshimi I kremrave dhe duhani. Sigurisht rrudhat mund edhe të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime tërësisht natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaj I arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mundet që të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhet ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji I arrës së kokosit I jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë mundet që ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës gjithashtu ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti I jep fytyrës shkëlqimin urinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni atë në lëkurë. Prisni sa të thajë dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët.
Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës gjithashtu e tendos lëkurën tuaj dhe zbeh rrudhat. Avokado. Tullin e avokados mund ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë deri në 2 herë në javë. Avokados zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe njëkohësisht shkëlqim. Aloe vera. Përzieni një lugë gjelle me xhelin e aloe verës dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Xheli i aloe verës është një burim i pasur i vitaminës E dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzieni sasi të barabarta të mjaltit dhe njëkohësisht të lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për plot 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit dhe zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzieni një lugë gjelle me sodë buke dhe gjithashtu një lugë gjelle me ujë. Fërkojeni lëkurën tuaj dhe në lëvizje rrethore për disa minuta, më pas ju duhet që ta vendosni maskën dhe mbajini në fytyrë për plot 10 minuta. Soda e bukës do të heqë qafe të gjitha qelizat e vdekura dhe e përmirëson qarkullimin e gjakut. Nga ana tjetër, maska natyrale që ju mund ta përdorni është edhe ajo me limon dhe me mjalt. Çdo ditë njerëzit në të gjithë botën po kërkojnë mënyrat më efektive për ta mbajtur lëkurën tuaj të re dhe njëkohësisht akoma edhe më të bukur. Kjo ndoshta është edhe arsyeja pse në treg ka pafund produkte kozmetike për përmbajtjen e lëkurës, por pavarësisht kësaj këto produkte kushtojnë shumë dhe nuk do të thotë se janë efektive dhe pa efekte anësore. Njerëzit në vende të ndryshëm nëpër botë kanë rutina dhe tradita të ndryshme në lidhje me shëndetin dhe me bukurinë, prandaj ekzistojnë edhe shumë lloje të maskave natyrale të cilat mund të ndihmojnë për të patur lëkurën më perfekte. Ne këtu do t'ju tregojmë disa prej tyre, siç është ajo e kurës me limon kundër rrudhave. Ju duhet një limon dhe 3 deri në 4 lugë gjelle mjalt dhe pambuk. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Shtrydheni limonin, lëngun më pas përzieni me mjalt. Nëse keni lëkurë të ndjeshme, preferohet që të shtoni edhe pak ujë tek lëngu i limonit. Vendoseni këtë përzierje me pambuk në fytyrë, lëreni të qëndrojë derisa të thahet dhe më pas pastrojeni fytyrën me ujë. Aplikojeni këtë maskë një herë në javë. Rezultatet që ju do të shihni janë pamje më e freskët dhe më pak rrudha, lëkurë e butë dhe e shëndetshme fal vitaminës E dhe C, lëkurë elastike dhe rinore fal flavonoidëve të cilat gjenden në agrume. Maskë natyrale me karrotë dhe mjalt. Për këtë ju duhet një karrotë dhe 2 lugë gjelle mjalt. Si ta përgatisni? Lajini dhe priteni karrotën, vendoseni karrotën në blender. Kur të jetë gati, shtojeni edhe mjaltin dhe përzieni mirë. Vendoseni maskën në fytyrë dhe lëreni të qëndrojë për 20 minuta. Pastrojeni fytyrën me ujë. Këtë trajtim aplikojeni 2 herë në javë. Rezultatet që do të shihni: lëkurë e shëndetshme fal sasisë së lartë të antioksidantëve dhe gjithashtu reduktimi rrudhave. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.